Në Maqedoninë kove të fundit është bërë këto ole medreseja. Medreseja. Unë jam njohës i mirë. Jam njohës i mirë i organizimeve të Hoxhallah. Jam një nga ata që këmë dhonë kontribut. Mirë për kontributi jem në kodër të organizimeve të Hoxhallahve, të Bashkisë Islame të Maqedonisë, ka qenë që Bashkia Islame me qenë në shërbim të interesave të qytetarëve të saj, në këtë rast të shqiptarë. Unë jam pjesë e proceseve që ka ndodhur në Bashkinë Islame. Unë jam dëshmitar i të gjitha zënkave që kanë qenë në Bashkinë Islame vitet 80-ta, fund viteve 80-ta, 90-ta e deri më sot. Unë kur flas, nuk flas me hamendje. Unë kur e jep fotën e Mevludin Dudić, se kur jam pyet unë Mevludin Dudić, miftia i Serbisë nuk ka guxuar me thonë po islamizoj Kosovën, shumë e saktë ta dokumentoj dhe ta argumentoj me foto. Një të gjitha i kam edhe këtu në Maqedoni.